javë në kronikën e librit në Mirëmëngjesi Kosovë në televizionin publik të Kosovës, të dashur lexues. Edhe kjo javë, besa e mbushur plot me tituj, me libra, me autor të ndryshëm, me shtëpi të ndryshme botimi. Sjellim një botim të Universitetit Prishtinës, të Fakultetit Juridik konkretisht, privatizimi në Kosovë, një temë shumë e rëndësishme kjo, aspekte juridike pronësore, nga Ardrit Gashi. Ardrit, emri është, kështu që mos mendoni se e bëra gabim. E thash Ardrit, është Ardrit. Është privatizimi si koncept dhe procesi privatizimit ende vazhdojnë të tërheqin një vëmendje të veçantë për shoqërinë dhe kjo është më shumë se sa e vërtet, zonja dhe zotëri. Privatizimi është një temë gjithnjë më e përhapur dhe polarizuese brenda debateve të gjëra politike mbi zhvillimin ekonomik, pabarazit apo drejtësinë shoqërore. Përpjekjet për të krijuar dhe imponuar regjime të reja të pronës private po transformojnë sistemet dhe rendet shoqërore, mjetet e jetesës dhe identitetet duke shkaktuar dhe një ndryshim të madh në marrëdhëniet ndërmjet subjekteve të së drejtës në njërin anë, por edhe vetë këtyre subjekteve, edhe mjedisit gjithashtu. Kështu që autori Gashi ka vendosur që të vi me këtë libër që konsideroj që është goxha i rëndësishëm, sidomos për ata që janë edhe të apasionuar, por edhe të interesuar për të lexuar lidhur me rrëfime të tilla, njohuri, aspekte shtesë të juridiksionit edhe të pronave. Privatizimi në Kosovë është një libër që do t'ju mbush me informacione. Si që është edhe arti konceptual në Kosovë, nga Ilir Muarremi, nderuar teleshikues, është shtëpia botuese Berati me këto ngjyra të bukura që na vjen, është një çmim i librit i vendosur 15 euro për këtë libër që konsiderojmë që ka edhe ngjyra, ka edhe jetë, ka edhe art, ka edhe informacion, çka jo tjetër në këtë libër. Tek hyrja thuhet që arti konceptual që u konsolidua në fund viteve 60 dhe në fillim të viteve 70 përfaqëson një ndërprerje paradigmatike në teorinë dhe praktikën artistike. Ai riformson marrëdhëniet ontologjike midis objektit, ides dhe perceptuesit, duke pozicionuar idet si vetë objektin artistik dhe duke relativizuar rëndësinë tradicionale të materialitetit dhe ekzekutimit. Metodologjikisht studimi aplikon një qasje mikse, një kombinim të historiografisë kritike, analizës së rasteve kyçe, që janë ekspozitat, projektet kuratoriale dhe vepra si referencë, pastaj edhe të tjera gjëra, janë pyetjet hulumtuese, fokusi empiriko-teorik e të tjera këto. Është hulumtuar krahasimi i konceptit ose artit konceptual në Kosovë dhe në vendet e rajonit, si është Shqipëria, Maqedonia, Kroacia, Bosnia, Hercegovina, Mali, Zi dhe vende si këto që me të cilat ne jemi rrethuar, pastaj i ka edhe përmbledhjen e viteve, afateve kohore, edhe këto periudhat kohore deri në 2025. Ja, pra shihni, një libër i mbushur me shumë informacion, me fotografi për pikërisht artin konceptual në Kosovë. Është pjesa e parë nga Ilir Muarremi. Edhe frika është një lloj arti në vete, që do shpjegime të rëndësishme, por dhuntia e frikës, sinjalet e mbijetesës që na mbrojnë nga dhuna. Unë dua që vëmendjen plot ta keni te ky libër tani, që të vini, ta bleni, ta keni gjithsesi. Është një bestseller i New York Times. Ky është libri dhe në këtë libër trajtohen shumë çështje me rëndësi, të cilat ne duhet i kemi parasysh. O moshat më të vjetra, e aq më shumë moshat më të reja, kur kanë edhe një luhatje vetbesimi. Është frika e vërtet që të mbron, frika e kot shkatërron, mëso të njohësh ndryshimin mes këtyre. Dadoja e re që sapo ke punësuar të ngjallë një ndjesi shqetësimi, çfarë duhet të bësh? E ndjen se dikush po të ndjek, a përballesh me të, apo janë bath? Një punonjës i pushuar nga puna do të thotë do të pendohesh. A duhet marrë seriozisht? Në ascensor është dikush që të duket i rrezikshëm. A pret për ascensorin tjetër? Apo vazhdon aty. Një takim që nuk pranon jo për përgjigje, një i panjohur në një parking të shkret që ofron ndihmë pa ja kërkuar, pra dhuna është gjithnjë rreth nesh. Aq më tepër në këtë botë, edhe në këtë kohë dinamike, por mund të mbrohemi prej saj pa diskutim. Nëse mendojmë dhe mësojmë të besojmë instiktit dhe të veprojmë sipas tij. E në këtë libër që ne e konsideruam qysh në nisje, të fuqishëm, njeriu që Oprah Winfrey e cilëson si ekspertin më të shkëlqyer për sjelljet e dhunshme, që është autori i librit, Gavin Becker, na mëson si ta njohim shenjën, ose shenjat si t'i njohim, edhe ato më të fshetat, më të rrezikshmet, edhe ato të rrezikut patjetër, përpara se të jetë shumë vonë. Duke përmbysur mitin se aktet e dhunës janë të paparashikueshme,
Autori, këshilltari i yjeve të Hollywoodit dhe agjencive qeveritare, ofron mënyra konkrete për të mbrojtur veten dhe njerëzit e dashur përfshirë. Si të veprosh kur të afrohet një i banjor? Kur duhet friksohesh nga dikush që të afrohet? Çfarë duhet të bësh nëse ndiqesh apo kërcënohesh? Si të zbulosh burimin e kërcënimeve apo telefonatave anonime? Dhe gabimin më të madh që mund të bësh ndaj dikujt që të kërcënon. Mbajeni vath në vesh këto gjëra dhe këto pyetje, edhe këto pikëquditëse në fund. Më besoni që do të mashini hajrin në qoftë se lexoni këtë libër. Në hiç për asgjë tjetër do t'ju shërbej për kush e di se çfarë sjell jeta. Jeta në raste të ndryshme, në momente të ndryshme të jemi të përgatitur. Libri na mëson këtë. Vërtet, ky është arti vërtet i jetës. Mëso të dallosh sinjalet e rrezikut që të tjerët i shpërfillin, ndoshta kjo njohuri mbase të mund të shpëtoj jetën, kështu që lexojeni. Me dorën në zemër, u them, merreni dhe lexojeni. Është dhuntia e frikës, sepse jemi të dhunuar në një farë forme për çdo ditë në mediat tona, lexojmë akte barbare, mizore të kryera nga njerëz të shfrenuar, të një lloji apo një lloj forme tjetër. Prandaj media dhe konkretisht ky program, kjo kronik ka mesazh të qartë që përcjell. Kështu që përmes librit ju mund ta shpëtoni jetën tuaj. Më besoni, e kam të provuar në lëkurë, prandaj ua propozoj me shumë mend, me shumë përgjegjësi, është çmimi 12 euro. Ndani aman nga 1 euro, lini nga një macchiato espresso mangut, për një javë ja arrini qëllimit. Për Zotin e madh. Kështu që më besoni. Është një tjetër libër, është Iliada dhe Lufta, që përcjellim sot. Kthehemi pak te Homeri, kthehemi në lashtësi, se ja vlen. Forca është heroi i vërtet, subjekti i vetëm, epicendra e Iliadës. Forca që përdor njeriu, forca që nënshtron njeriu, forca që dëshmon mishra dhe trupin e njeriu. Aty shpirti i njeriu na shfaqet e rishfaqet vazhdimisht i tjetërsuar nga raportet e tij me forcën. E shohim të ndezur, të verbuar, të sunduar nga forca që mendonte të vetën. E shohim të kruset nën peshën e forcës që e mësyn. Kush ushqen ëndrrën se forca fal progresit i takon tashmë të kaluarës, mund të lexoj këtë poem si një lloj dokumenti. Por kush di të dalloj këtë poem, forcën sot sikurse për herë në zemër gjithë historisë njerëzore e lexon ndryshe ata, si më të bukurën, në sublimen e pasqyrave. Më ngjall një etje të jashtëzakonshme për ta lexuar tani me njerëz apo të përfundoj, sepse e shfletova, por nuk e lexova të tërën dhe kjo është shumë interesante. Prandaj duhet besojmë tek ligji i forcës, Forca bën fuqin, e dia. Potimi i këtij eseu është ngjarje me një rëndësi madhore, një prej eseve letrare më të fuqishme të shkruara ndonjëherë. Lexojeni Zonja dhe Zotëri, Iliada dhe Lufta. E Mortina është libri për fëmijë. Mortina është një surprizë gazmore që përcjellim sot, me ilustrime me ngjyra. Pak e frikshme sepse ka personazhe me sy. Por megjithatë, juve ju pëlqejnë, e di se ju pëlqejnë. E di, jam në botën tuaj përfundimisht dhe ju ndjej. Është një libër interesant. Kush është Mortina? Ngjitet në paragrafin e shtëpisë Papafingon. Po paragrafi bjen ajo. Papafingo është nën kulmi, ju e dini. I shtëpisë për të kërkuar ndonjë veshje për shokët, për festën e Halloweenit. Kjo festa e Halloweenit. Nda aty gjen një kartolinë të dërguar nga prindrit e saj. A thua çfarë fshihet? Pse fshihet pikërisht? Edhe pse pikërisht për ditën e Shën Valentinit, të Halloweenit? E merr Mortina, çfarë pas kam sot? Po, pra, çdo ditë është Shën Valentini, e vërtet, çdo ditë është ditë e dashurisë, aq më tepër kur je rrethuar me libra, me 100.000 titull këtu, patjetër. Për Halloweenin, një kartolinë interesante lënë atje te Papafingoja, Mortina, shumë rrëfim interesant. Iliada dhe Lufta, dhuntia e frikës, arti konceptual në Kosovë dhe privatizimi në Kosovë. Mos ta privatizojmë artin aman se pastaj vajtëm. Faleminderit shumë që na përcollët edhe sot. Gjithmonë te kjo kronik do të mund të gjeni titull interesant. Ju japim ndonjë propozim, pastaj ju kur dilin librari patjetër se gjeni edhe tituj të tjerë edhe siç ua do të shefi, edhe gjendja juaj, lexoni, kënaquni. Por ama, lexoni. Aty nëse keni dëshirë të lexoni libra për dashuri, do i keni krejt. Këtu pak histori, andej pak për fëmijë, andej pak për psikologji.
krejt libraria. Unë dhe Visar Saliu ju përshëndesim dhe ju mirëpresim javës që vjen.